Mësimi 11. Shkronjat Ra'u dhe Qaf ose Qa. Faqe 21. Ra'u është tingull gjuhor dhe shqiptohet me anët e gjuhës. Qafi ose Qa është një tingull i fortë dhe nuk gjendet në gjuhën shqipe. Del nga thellësia e fytit dhe qiellza. Leximi këtyre shkronjave me 3 zanorët e shkurtra hareket. Sqarim. Shkronja Qa është tingull i fortë, andaj kur vihet mbi të harekja fetha, lexohet me a të shkurtër. Për shembull, Qa. Sipas kësaj rregulle shkon edhe shkronja Ra, kurse me hareken kesra dhe damme vlen rregulla e deritanishme. Qa, Ri, Qu, Ra, Qi, Ru, Qa, Ri, Qu, Ra, Qu, Ru, Qa, Ri, Qi, Ra, Qa, Ru, Qu, Qi, Qa, Ra, Ri, Qu, Ru, Qa, Ra. Faqe 22. Ushtrime gojore. Ra, Qa, Bu, Ne, Qi, Gju, Ku, Ri, Dhi, Me, Qu, Ze, Ru, La, Qi, Fi, Ra, De, Vu, Ri, Qa. Lexim. Wa ra qa, fe ra qa, qu di ra, wa ra de, be dhe ra, dhe we be, gje ru ze, vu fi qa, ke ru me, ke fe ra, e me ra, ra me me.